Transmetohet nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma se ka thonë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, kush thot në Kur'an prej mendimit të tij diçka, domethënë kush flet për Kur'anin nga mendja e tij, let përgatitet për ulësen në zjarr. Domethënë autori thotë që transmeton Tirmidhiu. Pastaj në vazhdim hadithin numër 115 ka thënë wa fi riwaya, kurse në transmetim tjetër i njëjti hadith thot men qala fil Qur'ani bighayri ilmin falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Do të thonë kush flet për Kur'anin pa pas dituri, let përgatitet për ulsen në zjarr. Edhe këtë hadith e transmeton Tirmidhiu gjithashtu. Pra në këta dy hadithe ka kërcënim të ashpër, që të flitet për librin e Allahut pa pasur dituri për të. Të flitet, domethënë lidhje me shpjegimin, komentimin e librit të Allahut pa pasur dituri për të. Kjo gjithashtu e përfshin edhe thënien e ajeteve pa i ditur përmendsh. Domethënë nëse dikush e sjell thot ka thënë Allahu, edhe thot fjalën pa qenë i sigurt në vërtetësinë e saj, pa e memorizuar në mënyrë të saktë, atëherë hyn në këtë kërcënim. Domethënë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Domethënë let bëhet gati sepse e ka të caktuar ulsen në zjarrin e xhehenemit. Edhe do të hyjë aty. Ose kur flet për shpjegimin e ajeteve, ose për shpjegimin domethënë lidhje me tefsirin e Kuranit, nëse flet pa dituri, domethënë atëherë hyn në këtë kërcënim. Pra në këtë hadith thot let përgatitet për ulsen në zjarr. Kurse ka gjithashtu në transmetim tjetër që ka transmetuar Abu Davudi dhe pashtu Tirmidhiu nga Xundub radhiyallahu anhu, ka thënë men qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Domethënë kush flet në lidhje me Kur'anin nga mendja e tij dhe e qëllon, ai ka gabuar. Domethënë nëse e ka qëlluar të vërtetën, llogaritet gabimtar. Edhe është i kërcënuar me dënimin në zjarrin e xhehenemit. Shikoni si është, domethënë kur njeriu flet pa dituri për fenë e Allahut, edhe nëse e qëllon, ka mëkat. Dhe edhe nëse e qëllon, llogaritet se është gabimtar. Kurse e kundërta, ai njeri që ka dituri, edhe i ka plotësuar kushtet për të shpjeguar ose për të bërë ijtihad, është prej dietarëve, domethënë, edhe mundohet me atë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, mundohet ta sjellë gjykimin e saktë. Atëherë, nëse gabon, përsëri është, domethënë ka një shpërblim. Domethënë shikoni dallimin mes diturisë dhe ignorancës. Nëse flet me ignorancë dhe e qëllon, ka një dënim. Nëse flet me dituri, e qëllon, ka dy shpërblime. Nëse gabon, ka përsëri një shpërblim. Domethënë dhe gabimi është i falur. Dhe prandaj pra në fenë e Allahut nuk lejohet të flitet asgjë përveç se me dituri të saktë. Domethënë dituria që është argumenti nga libri i Allahut dhe nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur bëhet fjalë për tefsirin e Kuranit, për shpjegimin e Kuranit, domethënë për ta qartësu kuptimin e një ajeti, ky dituria për këtë ose argumenti për këtë çka është? Është ose e para, domethënë që të komentohet Kurani me Kuran. Domethënë komentohet një ajet në bazë të kuptimit që e japin ajetet e tjera. E dyta, domethënë që komentohet Kurani në bazë të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si ka thënë Allahu wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Domethënë ta kemi zbritur Kuranin për kujtuesin që ti t'u sqarosh njerëzve se çka u shpallët atyre, çfarë domethënë diturie dhe cilat norma u zbresin atyre. Pra detyra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë ta shpjegoj Kuranin. Prandaj
Kurani shpjegohet me ajete dhe shpjegohet me hadithe, me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E treta është shpjegimi i sahabeve. Nëse nuk gjejmë ajet që jep kuptimin e një ajeti, gjithashtu nuk gjejmë hadith, po gjejmë fjalë të sahabeve. Duhet ta kuptojmë se sahabët e kanë marrë këtë kuptim ose domethënie nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse sahabët kanë jetuar kur ka zbritur Kurani, e kanë kuptuar për çfarë kuptimi ka zbritur, nëse kanë pas paqartësi e kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, edhe nëse nuk e kanë transmetuar si hadith, komentimet e tyre janë të bazuara në dituri të sigurt. Dhe e katërta, këto i ka përmendur Sheikhul Islam Ibn Taymije, këto 4 argumente ose faza për shpjegimin dhe komentimin e Kuranit. E katërta është tefsiri i tabiinëve. Gjithashtu, siç dihet, disa prej dietarëve të mëdhenj të tabiinëve në tefsir kanë qenë që kanë mësuar kohë gjatë nga sahabët. Siç është Mujahidi, Qatada, e të tjerë, shumë që kanë, disa prej tabiinëve që e kanë marrë tefsirin, shpjegimin, kuptimin e secilit ajet nga sahabët. Prandaj edhe ata e transmetojnë direkt ose indirekt diturinë që e kanë marrë prej sahabeve. Këto janë këto metoda që i ka përmendur Ibn Taymija, shpjegimi i Kuranit me Kuran, me Sunet, me shpjegimin e sahabeve dhe shpjegimin e tabiinëve. Ky është, nëse dikush e shpjegon një fjalë të Allahut me këto argumente, atëherë, ka folur për librin e Allahut me dituri. Nëse nuk është i bazuar në këto, atëherë ka fol pa dituri. Por dietarët kanë shtuar edhe një mënyrë ose një metodë të pestën, që është shpjegimi në bazë të domethënies së saktë gjuhësore. Sepse Kurani ka zbritur në gjuhën arabe dhe e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala, domethënë se i ka sqaruar ajetet, edhe domethëniet gjuhësore të fjalëve gjithashtu janë bazë për ta shpjeguar pra fjalën e Allahut subhanahu wa taala.